Novena e Krishtlindjes. Jezu Krishti mund ta kishte shpëtuar njerëzimin pa vuajtur dhe vdekur. Megjithatë, për të na provuar sa shumë na donte, ai zgjodhi për vete një jetë plot me mundime. Prandaj profeti Isaia e quajti atë njeri i dhimbjeve. E gjithë jeta e tij ishte mbushur me vuajtje. Mundimi i tij filloi jo vetëm disa orë para vdekjes së tij, por që nga momenti i parë i lindjes së tij. Ai lindi në një stall ku gjithçka shërbente për ta torturuar. Menjëherë pas lindjes së tij, ai u detyrua të ikte në Egjipt, ku kaloi disa vite të fëmijërisë së tij në varfëri dhe mjerim. Fëmijëria dhe burëria e hershme në Nazaret kaluan në punë të vështira dhe në errësirë, dhe së fundmi në Jeruzalem, ai vdiq në një kryq, i raskapitur nga dhimbjet dhe ankthi. Kështu pra, jeta e Jezusit ishte veç se një seri e pandërprer vuajtjesh, të cilat ishin dy fish të dhimbshme, sepse ai kishte gjithmonë para syve të tij të gjitha vuajtjet që do t'i duhet të duronte deri në vdekjen e tij. Megjithatë, meqense Zoti ynë kishte zgjedhur vullnetarisht të mbante këto mundime për hirin ton, ato nuk e munduan atë, aq shumë sa pamja e mëkateve tona, me të cilët ne ja kemi shpërblyer atij në mënyrë kaq mosmirnjose për dashurinë e tij ndaj nesh. Kur rrëfyesi i Shën Margaretës së Korotës, pas ajo nuk dukej kurrë e kënaqur me të gjitha lotët që kishte derdhur, për mëkatet e saj të kaluara. Ai i tha asaj: "Margaret, ndalo së qari dhe ndalo së vuajturi, sepse Perëndia me siguri të ka falur shkeljet e tua kundër ti." Por ajo u përgjigj: "Atë, si mund të ndalem së qari, pasi e di që mëkatet e mia e mbajtën Zotin tim Jezus në dhimbje dhe vuajtje gjatë gjithë jetës së tij." O Jezus, dashuria ime ëmbël, edhe unë të kam mbajtur duke vuajtur gjatë gjithë jetës tënde. Më thuaj pra, çfarë duhet të bëj për të fituar faljen tënde? Jam gati të bëj gjithçka që ti më kërkon. Më vjen keq o i mirë sovran, për të gjitha fyerjet që kam kryer kundër teje. Të dua më shumë se veten time, ose të paktën ndjej një dëshirë të madhe për të dashur. Meqense je ti që më ke dhënë këtë dëshirë, më jep edhe forcën të dua. Është e drejtë që unë, që të kam ofenduar kaq shumë, të dua shumë. Më kujto gjithmonë dashurinë që më ke dhënë, në mënyrë që shpirti im të digjet gjithmonë nga dashuria për ty, dhe të dëshiroj vetëm ty, o Zoti i dashurisë, unë që dikur isha skllav i ferit, tani ta jap veten të rësisht ty. Më prano me mirësi dhe më lidh me dashurinë tënde. Jezusi im, që nga kjo ditë e përgjithmonë, duke të dashur ty do të jetoj, dhe duke të dashur ty do të vdes. O Mari, nëna ime dhe shpresa ime, më ndihmo të dua Zotin tënd të dashur dhe timin. Ky është i vetmi nder që të kërkoj dhe nëpërmjet teje shpresoj ta marr. Amen. Gëzuar dhe e bekuar qoftë ora dhe momenti, në të cilin lindi biri i Perëndis, nga një virgjëresh shumë e pastër, në një stall në mesnat në Betlehem, në të ftohtin therrës. Në atë orë të bekuar, të lutem ty, të dëgjosh lutjet e mia dhe të më plotësosh dëshirat. Nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nënës së tij shumë të bekuar. Amen.